Falenderimet, lavderimet, lartësimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Atë Allahun fuqiplot e falenderojmë për begati dhe mirësi të shumta, nga ato siç janë shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe me do e mos është udhëzimi. Dërgojmë selam dhe salavat për pejgamberin salawatu rabbi wa salamuhu alej, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër, Allahu fuqiplot thot: Innamal mu'minuna ikhwa. Në të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Të ndershëm vëllezër, rreth një muaj mbeti që ne ta presim musafirin ton më të dashur, më të mirë, më të dobishëm. Ai është muaji i bekur i Ramazanit. Të ndershëm vëllezër, ne si besimtar nuk guxojmë t'ia lejojmë vetes që ky musafir të vi dhe ne nuk jemi gati, që ky musafir të vi dhe ne nuk jemi të përgatitur. Allahu akbar. Muaji i bekur i Ramazanit është muaj i begative, mirësive, muaj në të cilin ngritet imani, besimi, begatohen zemrat tona dhe plot dhe përplot begati dhe mirësi tjera. Por një nga begatit, një nga mundësit, shansat të cilat të jep muaji i bekur i Ramazanit është ndryshimi. Të ndershëm vëllezër, ne kemi nevojë për ndryshim të madh. Ramazani, si çdo vit, vjen në kohë kur njeriu më së tepërmi i nevojitet. Subhanallah, ne kemi nevojë për një ndryshim të madh. Ai është ndryshimi i marrëdhënieve tona. I kemi dy dimensione të marrëdhënieve. Marrëdhëniet vertikale, krijues, njeri, Allahu. Edhe kemi dimensionin tjetër, horizontal, krijes, njeri apo njeri, shtas, shpes, kafsh e tjerë. Të dyja këto marrëdhënie duhet t'i kemi të forta, të frishme, të mira, të afërta me Allahun fuqiplot, krijuesin e gjithësisë, por të afërta dhe të mira me njerëzit. Të ndershëm vëllezër, që dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me i miri musliman është ai i cili është më i miri me familjen e tij. Në hadithin tjetër thot ai i cili është me bashkëshorten e tij. Subhanallah, nga dita ditës ne ndëgjojmë fjalë ko fëmiu nuk respekton prindin. Dhe ne duam mirësi, bollek. Ne duam përparim, si kur nuk respektohet prindi. Allahu akbar. Mu dhe ty Allahu ne begatoj me mirësi të shumta. Një nga ato është prindërit. Sa ka nga ato të cilët do të jepnin gjithë botën një moment me prindin e tij, por nuk e ka. Unë dhe ti i kemi dhe çka? Nuk dim t'i vlerësojmë, nuk dim t'i respektojmë, nuk dim t'i duam. Allahu akbar. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pyet një herë Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhuma, i thot: Eji amelu ahabbu ila Allah ya Rasulallah. Cila është vepra më e dashur tek Allahu fuqiplot? Nuk e ka pyetur pejgamberin cila është vepra më e mirë tek njeriu, më e dashur tek njeriu, cila është vepër me të cilën do të fitoj dynjan? Jo. Me të cilën do të bëhemi pasur? Jo. Por cila është vepra më e dashur tek Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi thot: As-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e tij. Allahu akbar. Edhe pastaj thot: Thumma ay birrul walidain. Mi respektu, nderu, mi ndëgju kënd prinderit. Allahu akbar. Ato e me të afërt.
Allahu fuqi plot në disa vende në Kur'anin famlar na urdhëron mo dhe ty ti respektojmë prindërit. Wasayna al-insana biwalidayhi ihsan aw al-husna. Thot, ne ju kemi urdhëruar që ju ti respektoni, nderoni prindërit. Që ku ke mundësin, Ramazani po vjen, përgatitu ti permisosh këto marrëdhënie. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me atë më të afërmin ton, fqinji, komshiu. Subhanallah, se pari kur nisim nga familja, nga dita ditës ne ndëgjojmë, ku vllau me vllau nuk flet, motra me vllau apo motër me motër nuk flet, fëmiu me prind nuk flet. Nuk flasin komshiu me komshiun, të afërmi të largët nuk flasin për arsye dynjaje. Allahu Akbar, të ngushtu dynjaja. Të ndershëm vëllezër, në qoftë se ai tjetri ka më tepër, nuk do të thosish më keq se ti. Të ndershëm vëllezër, kur ai ka ti duhesh të jesh nga ato besimtarë të ndershëm i cili mashallah alhamdulillah, shoqë që ka Allah jam më tepër, Allah e forcoft, Allah i ndihmoft. Jo, shpesh hini vendosin veten në momente ku jo nuk guxon të ketë, e i lën parat, merret me këtë, merret. Jo, të ndershëm vëllezër. Jo. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fshinji? Muslimani i mirë, i vërtet, i fortë është ai i cili është i rehatshëm muslimani tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër thot, në hadith tjetër, thot komshiu i mirë është ai i cili nuk i bën dëm komshiut tjetër. Muslimani nuk guxon që as nga fjala e tij, në gjuha e tij, as nga dora e tij të ketë zonë tjetër gosh. Të ndershëm vëllezër, duhemi të kemi parasysh një gjë. Allahu e dha Islamin vetëm për ta sistemuar jetën time dhe tënde, për ta vendosur drejtësinë, mëshiren. Allahu kur e bën obligim siletur rahim, lidhjen farefisnore, vjen nga rahme, nga folja, që do të thot mëshirë dhe farefisni. Allahu në vend tjetër thot, duke na shpjeguar dhe dietarët, ai i cili i mban fort lidhjet farefisnore, Allahu jep çka mëshirë. O i ndershëm vëlla, në qoftë se një vëlla, një motër, një nga farefisi i ketë pa udhëzuar, merr vetes leje, ke obligim, ke emanet, udhëzoje, jepi këshill, merr për dorë, jo kamën, dorën. Të ndershëm vëllezër. Para mendon rastin ku Imam Ebu Hanifi rahimahullahu taala i kishte një komshi i cili çdo herë i bënte probleme. Dhe shka? Të tjerët u ankuan tek halifja Sundusi dhe i thatën, ky komshi po i bën zullum Ebu Hanifes. Dhe e merr halifja dhe jep urdhër që të burgoset ky komshi i Ebu Hanifes. Po për Ebu Hanife të nesërmen e vëren se komshiu i tij nuk është aty. Dhe shkon direkt deri te halifja dhe i thot, pse e burgose komshiun tim? Për arsye, i thot e halifi dhe për arsye se ai ty të bëri zullum. Ebu Hanife dhe, a u ankohën ndonjëherë? Jo, ai është komshiu im. Unë kam drejt ndaj ai. Paguaj ti Ebu Hanife që ai të lirohet. Dhe shka? Të nesërmen komshiu po i vjen me falje, me pendim, dhe i thot, e kuptova mesazhin tënd. E kuptova mesazhin e Islamit. Para mendon në rastin tjetër, ku shkutën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa sahab dhe i thatën, ja Rasulullah, kjo grua po falet, po agjeron, është besimtare e ndershme, por e ka një gjatë e keqe. Çka? Po i bën zullum fshinjit, komshiut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Wallahi, wa wallahi, wa wallahi. Pasha Allahun 3 herë përsëritën, thot nuk ka hajër në të, nuk ka temin në të. Je fin nar, ai është në xhehenem, ai është në zjarr, në udhubillah. Allahu na ruajt. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, duhemi të kemi kujdes të madh. Muslimani nuk guzon të kalojnë 3 ditë dhe nuk flet me muslimanin, nuk flet me atjetrin. Të ndershëm vëllezër, ne lutim Allahun fuqi plot me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub
thabbit qulubana ala dinik. O ti i cili i rotullon, drejton, o ti i cili e sunduesi zemrave, na i drejto zemrat tona ka dini feja jote. Lusim Allahun fuqi plot që ta përmisoj gjendjen tonë. Lusim Allahun fuqi plot që ti zgjoj zemrat tona nga gjumi i thellë. Lusim Allahun fuqi plot që ti bashkoj zemrat tona, ti afroj zemrat tona. Lusim Allahun fuqi plot që të na bëj nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lusim atë Allahun sunduesin e gjithësisë, që siç na ka bashkuar sot në këtë vend të bekuar, në shtëpinë, xhamin, të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Allahumma amin. Ala in ahsana al-kalam wa ablaga nizam kalamullah al-malik al-aziz al-alam كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.